Përveç sfidave në Kosovë, zonja Sabrije përmend edhe barrierat e shkollimit të lartë profesional jashtë Kosovës. Këtu fillon sfida, pastaj problemet me gjuhën, me isha e vetmja shqiptare në krejt shkollën, çdo gjë duhet përvetsoj në gjuhën maqedone, plus shkon nga një vend i vogël, shkon në një qytet i madh, por ishin kriteret shumë të forta dhe puna jashtëzakonshme. Dhe më njerë mas mbarimit të shkollës Sa vite keni qenë atje në shkollë? 4 vjetë. Do të ka qenë shkollë profesionale vetëm për balet dhe pastaj këtu vetëm ishën 68 ashtu diçka, ishte formuar ansambli baletit, por gjithmonë ishte mungesë e balerinave shqiptare. Dhe më njerë, unë pas u ktheja nga Shkupi, bashkangjita trupës baletit, si ishin 3 balerina shqiptare, unë isha e 4-ta. Por gjithmonë duhet ansambli ta huazonte balerina tjera nga qendra tjera të ish Jugosllavisë, nga jashtë. Por ishte diçka e mirë, shumë e mirë, dhe deri tash jam e kënaqur me punën që e kam bërë. Edhe pse shumë dekada më herët, zonja Sabrije thotë se nuk është përballur me paragjykime, pasi që ajo kohë, sipas saj, ka qenë revolucion në vete për arsim dhe kulturë. Sigurisht që ka pas, por unë nuk e kam di, se thash, në të 74-ta ishte një si thash më herët, ishte një kënaqësi jashtëzakonshme për shkollim, dhe nuk afarës paragjykoj, veç pyetëshin se çfarë shkolle ke fëmin. Çdo pyetje, çdo familje ishte ku e ke fëmin, çfarë shkolle e ke fëmin. Do thotë ka qenë etja e madhe për arsimimin dhe fal njerëzve të ndritur në asaj kohë, se unë do ta quaja 68 në një rilindje e dytë për shqiptarët në Kosovë. Dhe gjithë kjo etje për arsim dhe kulturë pak ka pas, po mendoj sa më përket muhe, ndoshta më herët ka pas, po kjo pjesë nuk mund me thonë që ka pas paragjykime. Një fakt të çuditshëm që ajo përmend është se sot ka mungesë të madhe të balerinëve meshkuj, ndërsa vite më parë kishte qenë krejt e kundërta. Ka ndryshuar raportet femra me mashkujt. Do thotë tash kemi më shumë mungesë të mashkujve sepse të femrave ka mjaft. Edhe mas mungesë e vërejtshme. Jo, te mashkuj, do thotë ka qenë ansambli që ke pas mas shumë të mashkuj në ish Jugosllavi. Dhe i kërkonin nëpër qendra tjera, sepse ishte kërkesë. Tash është na e kundërta.